Pronari i kompanisë që hodhi në treg mishpule me salmonel do të hetohet në gjendje të lirë. Këtë të premte policia ka bërë të ditur se është ndaluar shtetasi Arben Goxha, por pas konsultimit me prokurorin u vendos që procedimi të mos jetë në kushte të arrestit, por do të jetë në gjendje të lirë për veprën penale, importimi, prodhimi, shitja dhe ruajtja ushqimeve të rrezikshme për shëndetin ose jetën e njerëzve. Sasia u mësua se ka hyrë në portin e Durrësit më datën 11 mars, kur edhe u morën mostrat për analizë. Vetëm një javë më pas rezultoi se kishte prezencë të salmonelës, por po ashtu konstatua se ishte hedhur në treg. Situatën fillimisht e raportoi Ora News, që më pas solli dhe reagimet e autoriteteve të ushqimit, që sqaroi se një pjesë e mishit ishte shitur ndërsa kontrollet vijuan në marketet dhe fast foodet. Po ashtu AKU deklaroi se kishte paraqitur dosjen në prokurori, duke shpallur në kërkim pronarin e kompanisë. Po ashtu për të sensibilizuar konsumatorët, në disa prej marketeve është kërkuar që ky paketim, nëse është bler, të kthehet.